Ura historike e Drashovicës rrezikon të shembet, i vetmi vend kalim për të hyrë në fshatin e cilësuar si porta hyrëse e Labërisë ka psuar dëmtime të shumta si në këmbët mbajtëse të saj, por edhe në bazament. Banorët e Drashovicës tregojnë se ura është dëmtuar si rrjedhoi e kalimit në të mjeteve të tonazhit të rënd, mbi normën e lejuar që mund të mbajë kjo urë, por edhe nga gryrja e shtratit të lumit Sushica. Sipas banorëve, nëse ura e Drashovicës shembet, atëherë fshati izolohet totalisht. Banorët konfirmojnë se kanë paraqitur kërkesa të shumta për rehabilitimin e urës edhe në Bashkinë Selenic, por kjo e fundit nuk ka marrë asimas. Ende nuk ka asnjë projekt për rehabilitimin e saj, pavarësisht rëndësisë që ka për fshatin dhe jo vetëm. Ura gjendja sot është si e shikon edhe ju e për i bret. Po janë na këmbë na zhavori nga ato gjëra që janë marrë. Po rrezikon si se rrezikon. Marrja e inerteve që janë bërë aty. Pse mos ajo është rrezikim. Ju e keni marrë disa, sa herë kanë dalë aty e kanë bërë. Dhe kjo po së zgjidhur. Tash nuk shton ato vetëm në erozionin e lumit, se kështu s'ka më për të marrë njëri. Shumë janë tash edhe mund ta rrezikoj, mund edhe jo. Ka marrë një mas bashkia Selenic? Masë nuk e di, jam bresi vetëm. Ju kanë thënë për ta rikonstruktuar? Po, kanë thënë më përpara si puna jonë, që vinë gazetarët dhe gjithë bëjnë, edhe kjo punë. Kështu është kjo. Drashovicës i presin kokën, në mali lartë, hapin një rrugë aty në mali e dalin andeja. Po kalojnë, ajo ka 2.5, aty kalojnë me 7 e me 8. Shqisë është rrezikshme. Ajo është rrezikshme do thotë se një gjë që ka një tonazh të vogël, atë ka tonazh më të madh. Kështu do thotë që është rrezikshme. Po s'kemi shpesh afare këtu, se aty kalojnë mjetet min 150, min 20 tonë. Po ku shkojnë? Po shkojnë me zhavor, punojnë të lartë fshatrave. Tu shkojnë. Kalojnë mjetet, kalojnë njerëzit, kupton? Shumë e rëndësishme është. Këtu po, Drashovicë po. Po dhe tani edhe me rakesh kupton në ato mjetet të rënda. Sa vite ka qenë dëmtuar kjo urë? Nuk të gjenjej ato. Që ata që kalojnë me mjetet të rënda si kalojnë shpesh mjetet tonazhit të rënd? Po dhe kalojnë motra. Dhe kalojnë. Kalojnë se veten me na kava andeja, kupton? Po janë vetë janë gjithë punë kemi për tejnë, kupton? Të gjithë fshati i kemë për tejnë. Blokon, po izolon. Na do kalojmë me qerre. Ka qenë ura kështu, e rregull. Unë kam 41 vjet këtu. Njësoj, si para dhe në shtetë. Është shumë e rëndësishme për Drashovicën. Se pa u prish kjo urë, këteja në fshati Drashovicës ngelet pa urë fare. Edhe pa rrugë. Se kjo rrugë rrit me atë rrugë ndaj që ikën për në Qeparo, ikën për në Vlorë, ikën në Vllajina, ikën në Tepelen, kjo ka rrezik të shëmbet se kalojnë makina të rënda me tonazh të rënd, këte që më vjen këte në kava, është një kavë këte poshtë. I ngarkojnë atje, po ato kanë tonazh të rënd. Kjo si urë është bërë 24 tonë, po është bërë në konjen veri shpejt. 24 tonë në mbante. Tashi nuk i mban dot 12 tonë. 12, 15, 18, 20, kalojnë si që mbushën me gurë, me qakë dhe me punë. Po atë dëmtojnë se ajo ikën betoni, se është bërë që shpejt ajo punë, ka bërë. Qëse do prishet në fshatin Drashovicë, ajo e blokon fare. Ne ikën vetëm këna kërkra, me atë rrugën e vjetër. Po i kontrollon kur do kryeplaku fshatit i bën këto punë. Por dhe tash s'ka bërë gjë se makinat kalojnë. Po ne kemi frikë më shumë, betë kemi shumë frikë, edhe me makinat vogla kemi frikë. Po Bashkia Selenic ka marrë masa? Asnjë gjë s'ka marrë. Çka ka marrë? Asnjë gjë s'ka bërë. Thonë sikur do që ta rregullojnë, po s'rregullohet. Që ta bëjnë urë të mirë, ta bëjnë si ajo ura që bëhet në Vodiç. Ajo po. Bëhet për masa të mira dhe me e rregullt. Përse kjo këtu, ato kuma që i ka bërë ata që në konjen veri, që kam qenë unë i vogël, sot jam 81 vjeç, ato që atër është bërë. Prej luftës së parë botërore në luftën e Vlorës e mëtej në luftën e dytë botërore, ura e Drashovicës shënohet si treguesi i qendresës shqiptare përballë pushtuesve fashistë e nazistë. Në këtë urë më 5 qershor 1920, çeta e Salivranishtit rrethoi garnizonin armik. Viti 1943 do ta gjente sërish urën në zjarr. Në luftën e dytë botërore, formacionet partizane shqiptare luftuan kundër pushtuesit nazist. Betejë e Drashovicës është zhvilluar nga 15 shtatori deri më 4 tetor 1943, u kthye në një faqe të ndritur të historisë.